Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabih, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, thumma amma ba'du. Falemderojmë Allahun, krijuesin e gjithësisë, vetëm atë e falemderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet, përshëndetjet më të ngrohta ja dërgojmë Muhamedit alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij dhe mbi ata të cilët e pasuan, pasojnë dhe do ta pasojnë rrugën e Resulullahut deri në ditën e Kiametit. Të nderuar dhe të respektuar shikues, vëllezër dhe motra. Vazhdojmë me surën e radhës, suratul A'raf, surja më e gjatë në Kur'anin famlar pas surës Al-Baqara, me 206 ajete kuranore. Transmetohet prej Zeid ibn Thabit radiallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur prej tij dhe prej gjithë shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, thot sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bi tula at-tulayayn. Ka kënduar pejgamberi a.s. apo i ka lexuar pejgamberi a.s. dy të gjatat. Dy të gjatat, sipas muhaddithinëve, sipas shkencëtarëve të hadithit, se dy të gjatat janë suratul Baqara dhe suratul A'raf. Transmetohet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam donjëherë surën Al-A'raf, edhe pse është shumë e gjatë, e ka këndu apo e ka lexu në namazin e akşamit. Siç dihet tek ne, domethënë edhe ka qenë e zakonshme edhe në kohën e Muhamedit alayhi wasallam, edhe Rasulullahu sallallahu alaihi wasallam në namazin e akşamit ka këndu sure të shkurtra. Edhe neve këndojmë sure të shkurtra, domethënë në namazin e akşamit, por në ndonjëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në namazin e akşamit e ka kënduar në tërësi surën Al-A'raf me 206 ajete kuranore. Kjo kaptin quhet gjithashtu edhe Ashabul A'raf, shokët e A'rafit. Al-A'raf do të thot surun bejnë al-jannati wan nar, një mur i gjatë dhe i madh mes të xhenetit dhe xhehenemit. Ku Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë sure, nga ajeti 44 deri në ajetin 51, tregon Allahu subhanahu wa ta'ala rreth një dialogu ndërmjet banorëve të xhenetit dhe banorëve të xhehenemit. Dhe mbi këtë mur lart atje janë këta shokët Ashabul A'raf, të cilët ju jepet mundësia që të shikojnë edhe banorët e xhenetit edhe banorët e xhehenemit, pastaj të dialogojnë me ta. Ashabul A'raf, shokët e A'rafit, janë këta banorë të cilët do të qëndrojnë domethënë mbi këtë mur. Për arsye se të mirat edhe të këqijat domethënë i kanë të barabarta. Kështu që Allahu subhanahu wa ta'ala në fund i mshiron dhe i fal. Përderisa kanë bo edhe të mira, çfarë sa kanë bo të mira, kanë bo edhe të këqija. Edhe mu për këtë arsye kanë mbetur midis xhenetit edhe xhehenemit. Por në fund, me mshirën e Allahut subhanahu wa ta'ala, i fal shokët e Arafit edhe i fut në xhenetin Allahut te bareke ve taala. Kjo dialog apo kjo ngjarje, domethënë fillot mu në këtë kaptin në suratul A'raf prej ajetit 44 deri në ajetin 51, ku Allahu subhanahu wa taala tregon domethënë dialogun ndërmjet besimtarve, domethënë banorëve të xhenetit edhe jo besimtarve, banorëve të xhehenemit, dhe domethënë Ashabul A'raf, shokëve të A'rafit. Vëllezër, kjo sure madhështore dhe ndër e para çka parashtron në mënyrë më të gjerë
në mënyrë më të gjerë tregimet për pejgamberet e Allahut subhanahu wa taala. Tregon për Nuhin a.s., për Hudin a.s., për Lutin a.s., për Salihun a.s., për Shuaibin a.s., edhe për Musen a.s. Më thënë, prej gjitha sureve të Kuranit, në suratul A'raf, do më thënë Allah subhanahu wa ta'ala në mënyrë të gjerë tregon për historit apo tregimet e pejgamberëve të cilët i cekëm. E veçanërisht më zgjonimisht Allahu subhanahu wa ta'ala tregon tregimin e Musës a.s. se si këta pejgamberët e kanë thirrë popullin e tyre, i kanë thirrë popujt e tyre për të adhuruar vetëm Allahun një. Për të adhuruar vetëm Allahun subhanahu wa ta'ala një. Pastaj, domethënë, ku do t'i përmendim ajetet kuranore inshallah ta'ala, domethënë ata nuk besojnë, kështu që Allahu subhanahu wa ta'ala i ka dënuar domethënë popujt e tyre me dënime të ndryshme. Kjo sure ka zbrit në Mekë kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me gjithë besimtarët, me gjithë sahabët, kur ishin në Mekë, ishin në një gjendje shumë të jetë mjerueshme. Ishin në një gjendje shumë të keqe, domethënë që u ekzekutonin prej paris mushrike. Në Mekë dominonte shirku. Rreth Qabës 360 statuja, të cilët mushrikinët paganët adhuronin përveç Allahut subhanahu wa ta'ala, kurse besimtarët, Muhamedi alayhi salatu wasalam, në mesin e tyre u thonin atyre, thoni la ilaha illallah. Vetëm për fjalën la ilaha illallah, ata u ekzekutonin, u akallshin shtëpit e tyre dhe u merrnin pasuritë e tyre. Domethënë kjo sure ka zbrit atëre kur muslimanët në Mekë në atë kohë ishin në një gjendje shumë të rrezikshme, në një gjendje shumë të mjerueshme. Allahu subhanahu wa taala e zbret këtë sure mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar shikues, vëllezër dhe motra, në suratul Al-An'am, në surën para surës Al-A'raf, surja e bagative, kemi mësuar për fuqinë e argumentit, për fuqinë e argumentin kundër mushrikinëve, kundër paganëve, ku Allahu subhanahu wa taala tregon për fuqinë e tij, për kudretin e tij, tregon që Allahu azza wa jalla është sundues, tregon për ringjalljen, tregon për domethënë për kiametin, tregon se si Allahu subhanahu wa taala ka fuqinë të merr shpirtat edhe kështu të merall. Domethënë në suratul An'am surja ka të bëjë domethënë ajetet të cilat kanë zbrit në atë sure, domethënë në shumë të ajeteve në surën Al-An'am, Allahu subhanahu wa taala domethënë tregon për rububiyetin e vet. Tregon që Allahu azza wa jall është Allahu subhanahu wa taala është i vetmi i cili krijon. Kurse të nderuar shikues, vëllezër dhe motra, në surën Al-A'raf do të mësojmë inshallah taala se cila është e vërteta kundër gënjeshtrës. E vërteta kundër gënjeshtrës që synohet tauhidul uluhiyya. Synohet tauhidul uluhiyya, njëshmëria në Allahun subhanahu wa taala. Në suratu Al-An'am, në surën e bagative, është synue tauhidul rububiyya. Në shumë ajete kuranore Allahu flet që i vetmi është i cili krijon, sundues, kudreti i tij, fuqia e tij, ngjall, vdes. Kurse në këtë sure Allahu subhanahu wa taala në shumicën e ajeteve, domethënë synohet tauhidul uluhiyya, sepse i përmend edhe tregimet e pejgamberëve të cilët të gjithë pejgamberët e Allahut azza wa jall kanë thirrë në këtë tauhid, kanë thirrë në njëshmëri, kanë thirrë për ta besuar vetëm Allahun një dhe mos ti përshkruajnë Allahut subhanahu wa taala shok apo mos ta adhurojnë dikon tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Sebebun nuzul suratul A'raf. Sa i përket qëllimit apo sebepit zbritjes kësaj sure madhështore, kësaj sure të madhe, suratul A'raf, nezelet suratul A'raf fi senetil ashir min al-bi'thati an-nabi sallallahu alaihi wasallam في الفترة الزمنية التي تقع بين الهجرة إلى الحبشة وحادثة الإسراء والمعراج. Surja Al-A'raf, kjo sure e madhe, u shpall në vitin e 10 të misionit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, periudhës kohore që i bie në mes të shpërnguljes së hijretit në Ambisini
dhe ngjarjes Isras edhe Mirajit. Kjo sure, sa i përket arsyes, zbritjes, ka disa ajete kuranore që na bëjnë me dije qëllimin e zbritjes së kësaj sure të madhe. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në ajetin 31, ja bani Adama, khudhu zinatakum inda kulli masjid. O bita Ademit, veshuni me tesha më të bukura kur të vendosni me shku në xhami. Nazalat هذه الآية بعد أن كانت امرأة من بني إسرائيل تطوف في البيت وتطلب من يعيرها ما تستتر به عورتها. Një shifute, femër në kohën e Muhamedit a.s. e cila bënte tavaf rreth Shabës, sepse mushrikinët e kanë pas zakon rreth statujave tyre me bë tavaf lakuriq. Kjo qifute gjithashtu bën tavaf lakuriq derisa kërkon prej të tjerëve, prej njerëzve domethënë që t'i afrojnë disa robe t'i vesh ato, që të bëhet tavafi jo lakuriq, po të bëhet tavafi domethënë me tesha, domethënë me qenë e veshur. Dhe mu për këtë arsye, sipas disa komentatorëve të tefsirit, Allahu subhanahu wa taala ka zbrit ajetin kuranor ku ju ka dërtu besimtarve që o ju bita Ademit, kur shkoni për në xhami, kur të vendosni me shku me bot tavaf, vishni teshat më të bukura të cilat i keni. Vishni teshat më të bukura, dihet se domethënë nëse është puna e tavafit, nëse je në kohën e haxhit, bëhet tavafi me ihram, ose nëse i liru domethënë prej haxhit edhe umrës, bëhet tavafi domethënë me robe domethënë të lira, të thjeshta, po letjen ato më të bukura të cilat i ke, sepse aty madhrohet Allahu subhanahu wa taala. Dhe ky ajet kuranor domethënë sipas disa komentatorëve të tefsirit thuajnë se domethënë është qëllimi i zbritjes domethënë kësaj sureje, wallahu alem. Gjithashtu pretendojnë disa prej komentatorëve të tefsirit se ajeti tjetër që u bë shkak me zbrit kjo sure madhështore është kur disa prej qifuteve shkojnë te pejgamberi alayhi salam për ta vizituar dhe prej pyetjeve ja parashtrojnë një pyetje Resulullahut sallallahu alaihi wasallam dhe e pyesin, i thuajnë: o Muhammed, tregona për ditën e Kiametit. Tregona se kur bëhet Kiameti, kur prishet toka dhe qiejt. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka mundur për momentin mu ju përgjigj, mu ju dhënë një përgjigje, sepse Kiametin, ditën e Kiametit e din vetëm Allahu subhanahu wa taala se kur bëhet. Zbret ajeti kuranor pas një kohë të shkurtër, ajeti 187 mund nga kjo sure, thot Allahu subhanahu wa taala: yes'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. O Muhammed, kur të pyesin ty për Kiametin, për shkatrimin e dynjas, thuaj ty atyre, thuaj qifuteve, dijen e Kiametit e din vetëm Allahu subhanahu wa taala dhe askush tjetër. Gjithashtu disa prej komentatorëve të tefsirit domethënë thuajnë se sebeb apo qëllimi i zbritjes kësaj sure është një ajet tjetër 188, ku thot Allahu subhanahu wa taala: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم من الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إني أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. Thot Allahu subhanahu wa taala i thot Muhamedit alayhi salatu wasalam: thuaj, o Muhammed, unë nuk kam në dorë për veten time as ndonjë dobi, as ndonjë dëm, për çka do Allahu. Sikur ta dija, të fshehtën do të shumoja për veten. Do të shumoja për veten të dobishmet. E nuk do të më prek gjë e keqe. Unë nuk jam tjetër vetëm se qortues dhe përgëzues për njerëzit që besojnë. Disa nga banorët e Mekës shkojnë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe e pyesin Resulullahun, ja parashtrojnë një pyetjen që
nuk mundet Resulullahu domethënë ta ditë msheften, as ta di se çka është dëm, as çka është dobi. Këtë e din vetëm Allahu subhanahu wa taala. E pyesim për çështjen e domethënë shitjes, çmimeve, domethënë, o Muhammed, a do të ngriten çmimet apo do të ulen domethënë çmimet. Sa i përket domethënë pazareve tyne, sepse mushrikinët, paganët, arabët në atë kohë kanë qenë tregtar. Pejgamberi alayhis salam mund nga kjo sure, Suratul A'raf, në ajetin 188 ju thot: "Qul la amliku li nafsi naf'an wala darra." Unë nuk kam në dorë për veten time as ndonjë dobi, as ndonjë dëm. Allahu subhanahu wa taala din msheftin. Sikur ta kishna ditë unë msheftin, kishna më bë sende të mira për veten time. Sende të dobishme, por msheftin e din vetëm Allahu. Unë jam pejgamberi Allahut azza wa jall, ato çfarë Allahu ma shpall mu, unë ju shpalli, unë ju tregoj juve. Nëse ne pi atyne që besonim. Sipas disa komentatorëve të tefsirit, domethënë thuaj se ndoshta mundet me qenë ky ajet kuranor që Allahu subhanahu wa taala domethënë e ka zbrit këtë sure madhështore. Wallahu taala a'lam. Sa i përket vlerës së surës Al-A'raf, kësaj sure madhështore, transmetohet nga Aisha radhiyallahu anha, Allahu xhalla xhelalu qoftë i kënaqur me të, thot: "Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam", kanë dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se ka thënë: "Man akhadha as-sab'a al-awwala fa huwa habrun." Kush i merr 7 të parat, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, transmetohet për Aishës radhiyallahu anha, ka thënë Resulullahu sallallahu alaihi wasallam, kush i merr 7 të parat, i mëson, i mediton, i praktikon në vete, i predikon tek tjerët, ai është dietar. Ai është dietar. Cilat janë 7 të parat? 7 të parat, sipas disa shkencëtarëve të hadithit, se 7 të parat në Kur'an janë Suratul Baqara me 286 ajete kuranore, Suratul Ali Imran me 200 ajete kuranore, Suratul Nisa 176 ajete kuranore, Suratul Maide 165 ajete kuranore, Suratul A'raf, kjo sure tani që jemi domethënë në fillim të komentimit shkurtër kësaj sureje, Suratul A'raf me 206 ajete kuranore dhe Suratul Tawba me 129 ajete kuranore. Këto janë 7 suret e gjata në Kur'an. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Man akhadha as-sab'a al-awwala fa huwa habrun." Man akhadha as-sab'a al-awwal fa huwa habrun. Au kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kush i merr 7 të parat, i mëson, i praktikon, i kupton, i mediton, edhe i predikon tek tjerët, sepse në këto 7 sure ka mësime të mëdha. Ka mësime të mëdha. Domethënë prej surës Al-Fatiha, Suratul Baqara deri në surën At-Tawba ka mësime të mëdha. Ka ndalesa, ka urdhnesa, treguohet se kush është Allahu subhanahu wa taala. Domethënë men akhadha as-sab'a al-awwal fa huwa habrun, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush i merr 7 të parat, i mediton, i mëson edhe përmendsh, pastaj i praktikon, pastaj i predikon edhe tek tjerët, ka thënë Resulullahu sallallahu alaihi wasallam, ky njeri konsiderohet dietar, alim. Kjo është sa i përket shkurtimisht të nderuar dhe të respektuar shikues, vëllezër dhe motra, kjo e cila na është mundsu që së bashku me juve të mësojmë diçka, domethënë sa i përket hyrjes së kësaj sure madhështore, ku munduam domethënë së bashku të njoftohemi me këtë sure deri në ligjëratën e ardhshëm, ku do të hym në komentimin e shkurtër sa i përket ajeteve të cilat kanë zbritur në këtë sure. Deri atëherë ju lëm në rahmetin dhe mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.